Hapësirë, reflektimi dhe frymëzimi, kështu ishte konceptuar aktiviteti Pathana, organizuar në Shkodër në kuadër të 8 marsit. 4 histori të vajzave dhe grave nga veriu i Shqipërisë sollën grimca të sfidave, fuqisë por dhe kontributit të grave në shoqërinë shqiptare. Kur përmendet 8 marsi, gjëja e parë që më vjen në mendje është forca njerëzore dhe unë besoj që Zoti e ka vendosur forcën njerëzore më bukur se kudo tjetër tek gruaja edhe tek vajza. Për drejtuesen e shoqatës Hapa të Lehtë, organizatore e eventit Denada Shpuza, shumë është bërë këto 35 vite për të drejtat e liritë e grave, por mbetet akoma shumë për të bërë. Dhuna në familje vazhdon të jetë shumë prezent, dhuna online vazhdon të jetë gjithashtu shumë prezent, diskriminimi, pagat e pa barabarta, pamundësia grave për të përfshirë në të njëjtat vende punet, për të shkolluar me të njëjtat nivele sikurse dhe burrat, janë sfidat me cilat sot gratë dhe vajzat përballen. 8 marsi është një ditë e rëndësishme, por shumë e pamjaftueshme për të sensibilizuar për fuqizimin e të drejtave të grave dhe vajzave shqiptare. Kemi detyrimin të kujtohemi dhe të përkujdesemi çdo ditë të vitit për gratë dhe vajzat, të cilat janë më shumë se gjysma e popullsisë, përveç se gjysma më e mirë e çdo bërthame familjare.